Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizioni 21. Asgjë të re nga kuvendi sërish të dështon përpjekja për konstituim. LVV-ja asaj radhe nuk arriti të siguroj votat e nevojshme për krijimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. PDK-LDK, AK dhe Nisma këmbgulse në kundërshtimin e kandidatës së LVV-s për kryetare kuvendit. Në fillim të seancës për konstituimin e kuvendit, kryesuesi i saj Avni Dehari ftoi përfaqësuesit politik për konsultime. Kryesuesi Dehari u kërkoi edhe kësaj here deputetëve që në mungesë të një zgjidhjeje, seanca konstituive të mbahet një herë një javë. Por përveç vetëvendosjes, partitë e tjera e kundërshtuan propozimin e tij. Më pas, kryesuesi Dehari u kërkoi subjekteve politike që të propozojnë nga një antar të komisionit për votim të fshehtë. Vazhdojmë sot pra me pikën e tretë, ftoj PDK-n që të propozojë një antar, një deputet për antar të komisionit. Nuk ka. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën sërbe, propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n dhe Nismën që propozoj një antar të komisionit. Me që s'kemi propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, 21 maj. Përkundër blokadës krijuar rreth emrit të kreut të kuvendit, lëvizja vetëvendosje thotë se është palë konstruktive dhe se po ofron zgjidhje për tejkalimin e ngërçit. Por subjektet e tjera ja atribojnë fajin asaj për mungesë të vullnetit politik, ndërsa kundërshtojnë edhe propozimin që mbledhjet të mos mbahen në çdo 48 orë, siç e përcakton rregulloria e kuvendit. Deputet, kemi quorum për të vazhduar me seancën. Kuvendi i Kosovës tashmë i ngjan një ligatine ku uji ka pushuar së lëvizuri duke lëshuar madje aromë të pakëndshme. Me pak fjalë, këtë përshtypje lanë anëtarët e legjislaturës së re, të cilët as në përpjekjen e 18 nuk lanë përshtypje serioze për çfarë në fakt kanë marrë votën. Kësaj edhe këtë radhë pasuan akuzat e ndërsjella për dështimin e SHN-s. Deputeti i vetëvendosjes Dimal Basha, pos akuzave ndaj rivalëve politik, zgjodhi të thotë se nuk kanë ndërmend t'i nënshtrohen dëshirave të tyre. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK është komplet përgjegjëse për bllokimin. PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavendës ministra. AK-ja thot, na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh, që dele kundërshton zonjën Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Vetëvendosje përsëriti propozimin për të takuar më rrallë në kuvend, nga që 48 orëshi nuk funksionoi, por kjo nuk la fare përshtypje, pasi siç tha kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, më mirë do të ishte që çdo ditë të kërkohej zgjidhja. Ai përsëri atriboi fajin vetëvendosjes për mungesë vullneti politik. Edhe sot patën përpjekjen e njëjtë që të shtyhen këto seanca mbahen në kundërshtim me rregullore një herë në javë, por vullneti i partive tjera ishte që kjo mos ndodhë. Në fakt, sa na përket neve si PDK, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë, sepse rregulloria thot brenda 48 orëve kjo mund ndodhë dhe brenda 24 orëve dhe
nuk do të ishte fare e gabueshme nëse mblidhe me çdo ditë, sepse ky do të ishte parazitash një detyrim që kemi para votuesve që na kanë zgjedhur këtu, edhe ndoshta një presion ndaj njëri tjetrit që të dilet nga kjo situatë, por nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë. Për situatën e krijuar politike, shqetësimin e shprehu dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe zvarritje, për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe propozime që seancat mos mbahet sipas rregullorës. Mungesa urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Të gjitha propozimet e vetëvendosjes i hedh poshtë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke paralajmëruar se sot do të dorëzojnë komentet në kushtetuese. E mirë është s'po di veç me propozu për çmim Nobel Albulena Haxheva, dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e thash me propozu veç për çmim Nobel për dështimet e një pasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi i lëvizjes vetëvendose me të njëjtin kandidat. Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka, shihemi me 21 në orën 11. Seanca konstituive do të vazhdojë të mërkurën e 21 majit në orën 11. Ua kujtojmë se deri më tani deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve, ndërsa procesi ka ngecur tek pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Ndonë se partit politike po e shohin si mundësi të mirë hapësirën për takime konsultative me presidentën Vjosa Osmani, pak prej tyre presin rezultate konkrete për shkak të siç thuhet mungesës së vullnetit politik. Në mungesë të një konsensusi midis partive politike për konstituimin e kuvendit, shpresa e fundit për zgjidhjet e bllokadës po shihet tek iniciativa e presidentes Osmani, që përmes takimeve konsultative të arrihet ndonjë marrëveshje. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha thotë se krijimi i hapësirës nga presidentja për takime me krerët e partive duhet të shfrytëzohet për gjetjen e një zgjidhjeje. Presidentja mundet me kriju hapësirën për dialogim, por nuk ka kompetencë, domethënë të mbi vendos në aspektin e vendimarrjes së deputetëve të zgjedhur. Megjithatë, klima që mund ta krijoj mund të ketë një peshë të caktuar nëse ndodh, por vazhdimisht duhet kuptojmë që kjo është vullnet politik dhe partia që ka fituar zgjedhjet është në domenin e saj, me që ka të drejtën ta propozoj kandidatën, natyrisht i merr edhe detyrimet për të krijuar shumicën e thjeshtë. Deputeti i LDK-s Alban Zogaj tha se zgjidhja më e mirë është një qeveri gjithëpërfshirëse. Po takimi ishte një hap shumë i mirë, ftesa për atë takim ishte një hap i mirë drejt daljes, të shohim si po rrjedhin ngjarjet gjatë kësaj jave. Propozimi jonë është të gjithë të marrin pjesë në një qeverisje e cila e ka një afat të caktuar, përgatitemi për zgjedhjet e ardhshme, i përfundojmë zgjedhjet lokale që i kemi tash në tetor dhe ecim tutje tek zgjedhja e presidentit. Nuk po shohim një alternativë tjetër që mund të jetë më e përshtatshme se kjo që ne kemi propozuar. Por propozimi i LDK-s për një qeveri gjithëpërfshirëse për vetëvendosjen është devijim i vullnetit të qytetarëve. Deputeti i këtij subjekti politik Arber Rexhaj tha se presidentja e ka bërë punën e saj duke ftuar në takim përfaqësuesit e partive politike. Kemi 42.2% të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët e kanë votuar lëvizjen vendose, konkretisht kryeministrin pra Albin Kurti. Në këtë mas të votës së qytetarëve, duke hipotetikisht duke hequr vendet e rezervume, i bën diku 48% të votës totale shqiptare. Dhe në këtë mënyrë, pra ajo çfarë propozojnë është devijimi i vullnetit të qytetarëve. Ne po i themi, hajdeni te ne, ata thonë jo, ne duam edhe PD-n. Merreni pra, shkoni me ta. Por si e vlerësojnë deputetët e kuvendit se në mungesë të konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë, Kosova po dëmtohet në rrugën e saj integruese. Jo pse ja po jam një shembull, gjë për cilën jeni të njoftuar edhe ju. Pra në legislaturën e kaluar,
para përfundimit me mosvotimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ç'kjo opozit, me miliona, qindra miliona euro, pra ja ka humbë Kosovës. Unë mendoj që jo, kjo nuk është e mirë, po nuk është, ta themi, faji i lëvizjes vendosje, as faji Albin Kurti, as i të tjerë, pra jemi në fazën e konstituimit. Ne jemi normalisht në dieni me krejt çka po ndodh dhe çfarë mund Kosova të humbë, por gjithsesi jemi edhe në dieni për një ide të mirë funksionimit të kuvendit, cilën duhet ta ofroj dhe ta mirë mbaj partia që ka fituar zgjedhjet dhe që i takon pozicioni i institucionit të parë që është kuvendi i Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani javën e kaluar kishte mbajtur takime me krerët e partive politike për gjetjen e një zgjidhjeje për daljen nga bllokada politike për konstituimin e kuvendit, por takimi përfundoi pa një marrëveshje konkrete, siç u tha, në mungesë të vullnetit politik. Presidentja e ka lënë të hapur mundësinë se do të ftojë takime të tjera me partitë politike. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosova në Pratipati njoftoi se ka vizituar veriun të hënën ku takua me udhëheqës të shoqërisë civile dhe përfaqësues politik e të policisë. Ambasada ka shkruar në Facebook se ajo përsëriti qëndrimin që stabiliteti dhe siguria janë çështje thelbësore në Kosovë, derisa u tha që është përgjegjësia e qeverisë së Kosovës të sigurojë që të gjithë qytetarët të mund të jetojnë në një mënyrë paqësore. E ngarkuara me punë Ano Pratipati pati sot një vizitë produktive në veri të Kosovës, duke u takuar me udhëheqës të shoqërisë civile, përfaqësues politik dhe policinë e Kosovës, thuhet në njoftim. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se po ndërmerren të gjitha masat dhe veprimet hetimore për rastin e fushnjës së pajet që u gjet sot në mbeturina në Prishtinë, ndërsa policia e Kosovës ka njoftuar se informata mbi këtë ngjarje është pranuar rreth orës 11 ku fushnja e braktisur është gjetur në rrugën Qëndresa në Prishtinë. Mjekët emergjent kanë konstatuar se fushnja e porsalindur është gjetur pa shenja jete. Përderisa trupi i pajeti fushnjës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, policia në koordinim me Prokurorinë e Shtetit me seriozitet është duke trajtuar rastin dhe ka iniciuar një hetim mbi vdekjen, thuhet në njoftimin policor. Autoritetet policore bën thirrje që kushdo që ka informacion mbi këtë çështje të kontaktojë policinë. Punëtorët e kompanisë pastrimi protestuan para komunës së Prishtinës duke kërkuar pagesën e borxhit prej 2.7 milion eurosh për të cilin kompania pretendon se i detyrohet komuna. Pas takimit të kryetarit të Prishtinës Përparim Rama me përfaqësuesit sindikal, u bë e ditur se do të mbahet një seancë e jashtëzakonshme në kuvendin komunal për të miratuar një vendim mbi subvencionimin e pagave të punëtorëve. Ndërmarrja publike pastrimi po përballet me një nga krizat më serioze të viteve të fundit. Punëtorët janë pa paga, kamionët pa naftë dhe menaxhmenti pa zgjidhje konkrete. E kjo është bërë sot që punëtorët e kësaj kompanie të protestojnë para komunës së Prishtinës. Ndërkohë në komunë mbaj takimi mes kryetarit Prishtinës Përparim Rama dhe përfaqësuesit të sindikatës së re të kompanisë pastrimi. Këta të fundit kërkonin 3 gjëra esenciale: paga, naftë për punë dhe funksionalizimin e flotës së kamionëve. Pa to, punëtorët nuk mund të kryejnë detyrat bazike që qyteti pret prej tyre çdo ditë. Na jemi pa mjete. Tash, komuna thot i ka fajt menaxhmenti thot unë s'kam të ardhuna, na e kanë nal. E vërteta është që 2 operatorë privat vitin që shkoj na kanë prunat gjendje. Që ne kemi pas kontrat me vlerë 420.000 euro. Ato 420.000 euro i kanë kalu privatit në momentin që ka operuaj. Në më thonë, nuk kemi marrë 420.000, kemi marrë 250.000, 230.000. Edhe jemi arë që aty ku jemi. Neve na interesën si punëtor po flasë. Naftë me pas, kamion me pas, rrugë me pas. Realisht, thashin këto ditë bëhet një seancë për me mujtë me në ndihmu. Sa i përket naftës, edhe u falë për një kontrat 1.5 milion, e cila dikur prej fundit janarit apo fillimit shkurtit, që e kemi aty për të shpemojnë ndërmend me datë. Që në shkruhet ajo. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Bekim Brestovci, tha se kontratat e premtuara nga kompania në vlerë prej 1.5 milion euro synojnë të subvencionojnë pagat dhe të aktivizojnë operimin në 1/3 e kryeqytetit, por kjo pritet të vendosjet në një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit komunal.
Ne i ripërsëritëm gatishmërinë tonë për të vazhdu punën me ata që janë të interesuar të punojnë dhe të ofrojnë shërbim. Ne e shprem gatishmërinë tonë që qysh sot me një person të autorizuar në ndërmarrjen e pastrimit ta nënshkruajmë kontratën prej 1.5 milion për punët shtesë. Ne u dakorduam që nëse krijohen kushtet nga ndërmarrja e pastrimit që ata të kenë mundësi të dalin dhe të operojnë dhe të kryjnë shërbimin, ta kanë 1/3 e regionit të Prishtinës. Ne shprehim edhe një herë gatishmërinë që të thirrim një seancë të jashtëzakonshme, që prapë ta sillim vendimin për subvencionimin e pagave për punëtorët. Në të gjithë këtë qark të fajsimeve, premtimeve dhe pritjes, ata që përballen çdo ditë me pasojat janë qytetarët. Në rrugët e qytetit mbeturinat po mbeten të shumta, ndërsa durimi më i shkurtër. Na kanë myt me to. Shumë po na pengojnë. Po pengojnë, po çka kemi bë kur s'vin ata me punu? Me zëra, qysh? Te provo keq. Prishtina u bë me këtë mbeturina katastrofë bë. Pa normal që pengojnë, po dhe marrëveshjet s'dija, s'fibajnë, gjithë të mbeturina janë në të vërtet katastrofë. A shini shqetësuese situatën e Pa mbeturinave? normal që është shqetësuese, kush nuk është shqetësuese. Në një qytet që çdo ditë pret pastërti dhe shërbim bazik, krizat institucionale nuk janë më çështje e zyrave, por realitet që shihet në çdo cep të rrugës. Deri kur do të vazhdojë kjo situatë dhe kush do të mbajë përgjegjësi, mbetet të shihet, por një gjë është e sigurt, qytetarët po humbin durimin dhe besimin. Avokati i popullit ka ftuar në takim kryetarin e Prishtinës Përparim Ramën dhe menaxhmentin e kompanisë pastrimi për situatën e mbeturinave në kryeqytet dhe rrezikun prej tyre, por në minutat e fundit është njoftuar nga përfaqësuesit e komunës se nuk mund të marrin pjesë në takim. Qëndrimin e tillë, avokati i popullit e konsideron si mos respektim të këtij institucioni dhe shprehje të papërgjegjësisë në raport me interesin dhe hallet e qytetarëve të Prishtinës, si dhe të më shumë se 800 punëtorëve të kompanisë pastrimi. Avokati i popullit ka rikujtuar se është përgjegjësia e komunës së Prishtinës për të gjetur zgjidhje për të dalë nga kjo situatë e krijuar. Ndërsa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka alarmuar se hedhja e pakontrolluar e mbeturinave ndikon drejt për drejt në ndotjen e tokës, ujit dhe të ajrit, derisa ka bërë thirrje që të largohen me rregull mbeturinat në secilën lagje të kryeqytetit. Ky institucion tërheq vërejtjen se mbeturinat shtojnë rrezikun e përhapjes së sëmundjeve infektive si dizenteria, hepatiti A, kolera dhe infeksionet të traktit respirator. Në aspektin mjedisor, mbeturinat kontribojnë në ndotjen e tokës, ujrave dhe ajrit, duke dëmtuar ekosistemet dhe biodiverzitetin. Djegja e tyre e pakontrolluar çliron tym dhe gaze të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Në rastet të caktuara edhe sëmundje kancerogjene, ka shkruar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Për problemin e mbeturinave është aktivizuar edhe Prokuroria Themelore në Prishtinë, e cila ka autorizuar policinë për grumbullimin e informatave dhe provave lidhur me situatën e krijuar me mos grumbullimin e tyre. Prokurori i shtetit në cilësinë e koordinatorit kundër krimeve mjedisore në Prishtinë ka kërkuar nga njësia për hetimin e krimeve mjedisore në Prishtinë që të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme në drejtim të veprës penale, ndotja, degradimi ose shkatrimi i mjedisit bazuar në kodin penal të Kosovës, thuhet në njoftim. Ndërkaq sot kanë protestuar edhe punëtorët e Infrakosit dhe Trenkosit me kërkesën për rritje pagash. Për një orë, treni në stacionin hekurudhor në Fushë Kosovë ndaloi së funksionuari si pjesë e kësaj proteste. Kjo është hera e dytë që punonjësit protestojnë duke kërkuar një rritje të domosdoshme të pagave, të cilat sipas tyre nuk janë ndryshuar për më shumë se 15 vjet. Kryetari i sindikatës Infrakosit Hysen Nikçi deklaroi se kërkesa e vetme është rritja e pagave dhe se ky veprim simbolik është një paralajmërim i fundit për institucionet përgjegjëse para hyrjes në grevë nga 26 maj në rast se kërkesat nuk plotësohen. Kalojmë tek një çështje tjetër problemore. Autoriteti i konkurrencës i Kosovës ka nisur një hetim për monitorimin e tregut vendor pas shqetësimeve të qytetarëve dhe raportimeve në media për rritje të çmimeve për produktet e shportës bazike.
Ushtruesi i detyrës së shefit të Departamentit të Analizës dhe Metodologjisë në AKK, Ardian Mustafa, thekson se një vëmendje e veçantë po i kushtohet sektorit të prodhimit të bukës dhe gastronomisë, ku çmimi i kafes ka shënuar rritje të konsiderueshme. Mustafa sqaron se nëse gjatë analizës identifikohen shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, autoriteti do të ndërmarrë masa ligjore në përputhje me kompetencat e tij. Aktualisht është duke u zhvilluar një analizë e thelluar e mbi 20 produkteve ushqimore, domethënë produkteve bazë ushqimore, për të analizuar edhe arsyet e ngritjes së çmimit të tyre. Gjithashtu në kuadër të shqetësimeve që i kemi pranuar, ka filluar edhe monitorimi i tregut të bukës. Domethënë autoriteti është në proces të mbledhjes së informatave për të vlerësuar nëse rritjet e çmimit të produkteve, domethënë në këtë rast të bukës, në këtë sektor janë të arsyetuara apo në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Në kuadër të kësaj përpos bukës, kemi filluar me monitorimin e tregut, domethënë është një monitorim edhe në sektorin, domethënë në produktin e kafës. Edhe te kafja kemi pas një shqetësim, domethënë sektorin e gastronomisë, me theks veçantë në rritjen e çmimit të kafës është në vëzhgim pe autoritetit. Mustafa nënvizoi se institucioni që ai përfaqëson nuk ka mandat për të ulur apo përcaktuar çmime, por sipas tij është përgjegjës për të ndërhyrë kur këto çmime vendosen në mënyrë të paligjshme apo të bashkërenduar. Pas përfundimit të analizës dhe grumbullimit të këtyre informatave si në sektorin e gastronomisë, si në sektorin e bukës, po edhe në sektor tjerë që nuk do t'jenë të përjashtuar, nëse identifikohen shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, atëherë autoriteti do të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat që ne i kemi. Domethënë autoriteti nuk ka mandat për mi përcaktuar çmimet ose për mi ul çmimet e ndërmarrjeve, por ne ndërhyjmë kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërënduar ose artificiale nga ndërmarrjet konkurrente në kundërshtim me nenin 5 ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Domethënë në këtë rast janë 2 nene të ligjit tonë që neve na involvojnë me reagu kur kemi dyshime për fiksim ose ndonjë shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Në kuadër të kësaj, Mustafa përmendi edhe nenin 9 që ndalon keqpërdorimin e pozitës dominuese, veçanërisht kur një kompani me mbi 40% të tregut shet me çmime nën kosto për të dëmtuar ose larguar konkurrentët. Rritja prej 16.1% e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar një valë të re të inflacionit, duke ndikuar në ngritje të çmimeve për produktet bazike të vendit. Reparti i urologjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës ka pranuar donacion një laser për intervenimin e thyrjes së gurve në veshk. Kjo është aparatura e parë e këtij lloji në këtë spital që erdhi si dhuratë nga Austria. Me pajisjet e reja donacion nga Austria, sipas drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm të Pejës, Fahri Hasani, intervenimet do t'jenë më të lehta dhe me më padhimbje për pacientët. Gjymesa do t'jetë shumë e madhe, për arsye se tash metodat kanë qenë kryesisht invazive. Kjo do të thënë më shumë pacientëve të kalojnë këtë procedurë shumë në mënyrë shumë të lehtë, në mënyrë pa dhimbje. Dhuratën për pacientët e Pejës, profesori austriak Alfred Holt e konsideron teje të rëndësishme. Very important for me personally. Ishte shumë e rëndësishme për mua personalisht që të sillja diçka në Pejë për pacientët, prandaj jam shumë i lumtur dhe krenar që arrita të sjell këtë pajisje në këtë shtëpi dhe shpresoj për një bashkëpunim shumë të gjatë e të suksesshëm me të gjithë ekipin e spitalit. Ish drejtori i këtij spitali, Fazli Shala, një herë është nismëtari i këtij donacioni, e vlerëson këtë aparaturë edhe për faktin se është në rritje patologjia e gurëve në veshka. Qëllimi i donacionit ka qenë në mënyrë që ta zanancojmë aparaturën e vjetër që kemi pas për thyrje gurëve që ka qenë me metodë pneumatike, domethënë ka qenë mjaft e dhëmshme. Kjo është metodë laserike, është metodë inovative, domethënë për procedurë kirurgjikale. Na kemi patologjinë, domethënë në rritje, numrin e pacientëve kemi shumë të shtumë, domethënë janë vazhdimisht është në rritje për shkak të patologjisë, për shkak të mënyrës të ushqimit dhe problemeve tjera, kështu që tani tutje, gjithë pacientët që kanë marrë shërbime në institucione tjera shëndetësore kanë shansën për me marrë këtë shërbim në institucion tonë.
Përfaqësuesi i konsulatës austriake për rajonin e Pejës, Evdyl Qetaj, thë se do të mbështesin këtë spital edhe në të ardhmen. Është një aparat shumë i nevojshëm për spitalin e Pejës. Unë mendoj që ky është vetëm fillimi dhe inkurajoj menaxhmentin e spitalit që të detektojnë ku kanë pika me të cilat ne mundemi ndihmu. Menaxhmenti i spitalit të përgjithshëm të Pejës ka ndarë mirënjohje për profesorin austriak Alfred Holt dhe përfaqësuesin e konsulatës austriake për rajonin e Pejës, Evdyl Qetaj. Punimet e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë u ekspozuan në panairin e fuqizimit produkte me histori jete dhe qëndrese në Prishtinë. Për 3 ditë radhazi në sheshin Adem Jashari do të promovohen dhe shitën produkte artizanale dhe bujqësore të punuara nga vetë ato. Panairi i fuqizimit është organizuar nga Medika Gjakova me përkrahjen e fondit të mirëbesimit të Kombëve të Bashkuara dhe bashkëpunimin me organizatat partnere të platformës Bëhu Zëri. Qëllimi i panairit është të japim një histori tjetër pas të produkteve të mbijetuarave, për shkak dëshirojmë të japim fokus fuqizimit ekonomik. Gjitha produktet që janë të ekspozuara këtu janë të bëra nga duart e të mbijetuarave me të cilët neve punojmë dhe qëllimi jonë është që të kontribuojmë sadopak në fuqizimin ekonomik tyre. Në panair u ekspozuan piktura, korniza, gjergjef, çanta si dhe produkte agrokulturore të gjitha të punuara nga duart e grave të dhunuara seksualisht në luftë. Njerëz që vinë këtu në panair më duhet atë ceke që do të jetë 3 ditë në Prishtinë, do të thënë nga data 19 deri në 21 maj, mund të shohin produkte të ndryshme punëdore si piktura, gjergjefa apo çanta të punuara me dorë, po ashtu edhe produkte agrikulturore, mjalt, ora, reçelna të ndryshëm shtëpiak, domethënë nga këto, pastaj ka brosha të cilat janë të punuara me dorë, ka korniza të ndryshme me dekore të ndryshme. Të gjitha të hollat e mbledhura nga shitja e këtyre produkteve do të shkojnë për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Gjitha domethënë fitimet që dalin nga shitjet e këtyre produkteve shkojnë tek mbijetuarat që i kanë punuar dhe është shumë e rëndësishme pasi fuqizimi ekonomik i jep edhe një tjetër pozitë gruas në familje, jep një tjetër pozitë të shërimit brenda vetes, pasi të gjitha dimë se sa më fuqishëm ndihemi kur jemi dhe ekonomikisht më stabil, prandaj është shumë e rëndësishme që të kontribuojmë me blerjen e produktit sadopak që të jetë ajo vlerë. Ky panair organizohet në 7 komunat më të mëdha të Kosovës, ku pas Prishtinës do të hapet në Gjakov, Prizren, Pej, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovic të Jugut. Për informacionet më të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.